Atëherë, sot do flasim për çajrat dhe mjekimet që duhet marrim kur jemi me gur në veshka. Fillojmë me vajin e basanit që konsumohet 2 herë në ditë nga një lugë të mesme. Vazhdojmë me propolisin me rigon 3 herë në ditë nga 10 pika mbas buke. Vazhdojmë me çajin e gjembaçit që është super për gurin në veshka. 7 kokra zihen në një filan çaj, 3 minuta dhe pihen 3 herë të njëjtat kokra brenda një dite. Vazhdojmë me çajin Uromer që është mix për veshkat dhe për gurin në veshka. Merrem 2 litra gjysmë ujë, fillimisht do zgjedh vetëm ujë 5 minuta derisa të marrë val. Mbasi uji ka marrë val, hedhim 10 lugë gjelle të çajit Uromer. Po në të njëjtin vend shtojmë 3 fije kalli delli. 1 lugë gjelle çaj ashe. 1 lugë gjelle fier guri dhe 10 kokra dëllinj të zezë. Në momentin që janë bashkuar gjithë çajat parë, fillojmë në 2 minuta të tjera të zgjenë. Do e fikim, do e hullojmë. Mirë është ta pim 4 gota në ditë nga 200 ml pas buke. Pjesën tjetër që tepron e ruajmë deri frigoriferit dhe kemi gati për ditën e vazhdim. Kjo total që se shkon 31.500 lekë të vjetra, shërbimi për Tiranën është brenda ditën këtu. Me këtë mjetin këtu do ja sjellim brenda ditës për Tiranën. Faleminderit.